Meda është nga këngëtarët më të dashur të trojeve shqiptare. Shumë këngë të tij janë bërë hite, ndërkohë që ai vijon të qëndrojë besnik i skenës. Ato që e duan këngëtarin të pranishëm në dasmat e tyre, e dinë se rezervimin duhet ta bëjnë 1 vit ose 1 vit e gjysmë përpara. Kjo për shkak të kërkesës së lartë. Gjithmonë ka patur dhe vijon të ketë interes për jetën private të këngëtarit. Pyetja që i bëhet më së shumti është se sa ka qenë shuma më e madhe që ka fituar këngëtari në një natë. Kësaj pyetje, Meda ka kthyer përgjigje, duke thënë: "Bakshishi më i madh që ka marrë brenda një nate ka qenë në Australi, së bashku me muzikantët e mi, kemi qenë atje për pavarësi. $30,000 kemi marrë, ndërsa këngëtar kam qenë vetëm unë. Ai është një kujtim i paharrueshëm", u shpreh Meda. Ndërkohë që ndjekësit e këngëtarit janë shprehur të shqetësuar në një tjetër video që po qarkullon në rrjetet sociale, ku shihet se Meda është i ulur në tavolinë me shokët e tij. Ai thyen gota dhe në një moment shihet i përlotur. Kjo ishte një skenë që rrallë jemi mësuar ta shohim, dhe pyetjes se çfarë po ndodh, ju përgjigj miku i tij, i cili ishte bashkë me Meda në tavolinë. Është një moment shumë njerëzor. Për shkak të angazhimeve në mbrëmje muzikore dhe në vende të ndryshme të botës, Meda është përmalluar për familjen dhe miqtë e tij, njëkohësisht edhe për vendlinjen e tij. Ky është një veprim emocional i këngëtarit, sepse ai po këndonte këngë për kurbetin dhe në atë moment Meda nuk i ka mbajtur dot lotët, njëkohësisht ka thyer edhe gotat. Shumë veta e kanë komentuar këtë veprim, si dobësitë e këngëtarit, por të tjerë janë shprehur se vetëm një njeri në kurbet mund ta kuptojë atë veprim. Po ju, si e komentoni veprimin e Medës? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.